konstatoj se në seancë jemi 92 deputet, kemi quorum për vazhdimin e seancës, procedojmë të pika e 3, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. 23 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni, ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni, ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit, nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? 52 deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi 27/6/2025 në ora 11.